Emërimi i Genz Deromemajt në krye të kadastrës së Vlorës po jep rezultate. Pak më shumë se 2 muaj nga marrja e kësaj detyre prej tij, ky institucion që prej vitesh ka qenë problematik, duke ngrënë edhe kokat e 10 drejtorëve të mëparshëm, më në fund ka rënë në qetësi. Si ndryshe nga më parë, kadastra e Vlorës ka nisur të funksionojë siç duhet, duke u vendosur në shërbim të qytetarëve. Këta të fundit mirëpriten nga administrata e institucionit, e cila është në krye të detyrës, pavarësisht se çdo shërbim kryhet online, nëse qytetarët kërkojnë informacion më të detajuar nga punonjësit apo specialistët përkatës, ata janë aty për t'i pritur dhe sqaruar, duke u dhënë drejtimin e duhur kërkesës apo ankesës së tyre. Drejtori i kadastrës në Vlorë, Genz Deromemaj, ka kërkuar nga punonjësit që të jenë në shërbim të qytetarëve, duke i dëgjuar ata, por edhe duke u dhënë zgjidhjen e duhur. Nga një institucion i mbyllur ku nuk futeshe dot brenda tij, pasi as miku nuk ishte zgjidhje, por vetëm rrëshfeti, kadastra e Vlorës po vjen me një qasje dhe imazh tjetër pas emërimit në krye të saj të Genz Deromemajt, por element destruktiv dhe keqdashës po përpiqen që të zbejnë gjithçka të mirë që është ndërtuar në një kohë të shkurtër. Në fakt, atyre me sa duket u është shkëputur lidhja korruptive dhe është shprehur lidhse mes institucionit dhe sekserve, dhe në këto kushte reagimi mund të jetë më së i natyrshëm, por që gjithsesi nuk mund të shem dot modelin pozitiv që është injektuar nga drejtori i kadastrës Genz Deromemaj. Për rreth 2 muaj në krye të këtij institucioni të drejtuesit të ri, burime pranë kadastrës në Vlorë thonë se është hapur rruga e zgjidhjes së 10 personave që prej vitesh endeshin në dyert e këtij institucioni, që ishte kthyer në burg dhe në një vatër të pastër korrupsioni dhe abuzimi me detyrën. Në dyert e kadastrës në Vlorë nuk ka më sekser, por që në portën hyrëse të institucionit ndihet dora e ndryshimit dhe një model i ri i sjell nga drejtimi. Pavarësisht se qytetarët aplikojnë online për shërbimet që kërkojnë të marrin, nuk u mungon as asistenca e nevojshme nga nënpunësit apo specialistët e kadastrës. Më 24 qershor të këtij viti, Genz Deromemaj mori detyrën e drejtorit të ri të kadastrës në Vlorë. Me profesion inxhinier, ai synon t'i kthejë qetësinë këtij institucioni, që në vitet e fundit ndryshoi shumë drejtues, si një njohës mjaft i mirë i sektorit të ndërtimit dhe çështjeve të pronave, por edhe si një ndër profesionistët e njohur të vendit. Emërimi i Genz Deromemajt duket se ishte mirë studiuar dhe erdhi në një moment ku kadastra kishte probleme të mëdha në drejtim të funksionimit të saj, të mbartura por edhe të reja. Detyra e re për inxhinier Deromemajin është cilësuar si një detyrë publike administrative në shërbim të qytetarëve për të bërë më të mirë në zgjidhjen e çështjeve të pronës, por edhe në ndërtimin e një institucioni që të jetë model. Emërimi gati 2 muaj më parë i Genz Deromemajt në krye të kadastrës së Vlorës ishte një augur i mirë, pasi bashkë me detyrën e re u inaugurua edhe godina e re e kadastrës, e cila tashmë ka nisur të pastrojë vetveten e saj pas lundrimit të gjatë në ujëra të turbullt dhe t'i rikthehet qytetarëve.